Kreu I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, quajti potencialisht strategji negociuese deklaratat e kryetarit të nismës, Fatmir Limaj, në paraqitjen e tij në DBT+, ku u shpreh I hapur për bashkëpunim edhe me lëvizjen vetëvendosje në formimin e qeverisë së re në Kosovë, duke thënë, kush të më ftojnë të avëllien unë shkoj dhe I ulem. Nashta Limaj këtë e ka strategji negociuese ose të nxitjes së temave, pra nuk jam vërtet I sigurt se çka ka vlerësuar, u shpreh Haradinaj. Më pas, kreu I AK-s tha, na kemi garu bashk dhe jam I kënaqur për rrugën që kemi ndjekur. Jemi bashk në opozitë dhe qeveritë e opozitës. Nuk jam I sigurt, por po them, por kjo mund të jetë një strategji e tij negociuese. Por qëndrimi im është I qartë që kushdo që bashkëpunon me Kurtin është armik I Kosovës dhe I bën dëm këtij vendi, theksoi më tej Haradinaj. Ai megjithatë shtoi se nuk ishte dakord si paraprake me Fatmir Limajin për këto deklarata. E vërtet, unë ja dua të mirën nismës dhe Limajit. Qëndrimi është I qartë që nëse e ndihmojmë Kurtin me mbet në qeveri, jemi ka ndihmojmë armiqtë e Kosovës. Nuk mund të flas për Limajin, nuk u pata marrë vesh me Dan në këto qëndrime. Unë kam deklaruar që sulem me këtë njeri që më ka prish me Amerikën. E po flas për siguri, tha Haradinaj në emisionin Rubicon.